Që ditë që mes Shqipërisë dhe Kosovës për në ndronë, për në rri edhe herë pas herë për në fut lavet Kosovarë që në të folë me në tënde. Unë në bëra 20 vjetë këtu, da një më vi normale, të thënë në i lafë që e përdorim edhe në shpikë. Ju lutem më mirë kuptoni, ju kërkoj ndjes nëse ndiheni keq, në ndoj fjalë që e përdori. Po jemi njëjë, do mundohem të mikoce. Po mi motër, po. A e dini që ka ndodhë së fundmi? Hajtë për hajë. Ti më pak direkt po më rënë. Inshallah, se janë isa mu të. A keni një për historinë e Ceki Hotit? E i biciklisti. E kështë refut. A i në Indonezi. E ta shumë po e tregoj një. Ja ke nil! Unë po ju tregoj një Unë e jom konë e vetë mja që ju kom thonë rruju se po të refuzaj. E vërtet është që e ke boqët pytje edhe më mdohet ja ke nil. Ironikja ke se kur u këtheva së prasë marë një misionë, motra më bënë. Arbresh, a e din që a i Ceki Hotë që ki intervistu, e kishë refuzu e dashur, a e din me dha... Mujtë më marë dhe atë janë Indonezi me familje. Edhe flutra, që shko mu këthua, ja flutra. Po ju tregoj Unë i shkolla këthejt Majropian. Nuk në kam për cilë dhe nuk e din. Ceki Hoti, shqiptar nga Kosova që mori rrugën me biciklet drejt Indonezis për me u bashku me të dashurën e tim. Po krejt që kjo e mori kthesën e papritur. A i kaloi 17 shtete, rreth 23.000 kilometra. U përball me munges vizash, stuhish, edhe madje edhe mbeti bllokuar në Pakistan për shkak të tensionave me Indin. Kur më në fund mbriti në Indonezi, pas një jave me vajzën që kishte njohur online, marrëdhënia përfundoi. Në videon e fundit në TikTok, a i tha, e pranova edhe ajo njejt, por familjet nuk u pajtuan. Unë vazhdoj jetën time e ajo të sajën. Unë e veç një probleme. Jo familjet pas karajt, se veç familja sajnë, ase e këti. Qyshe dina, familja e indonezianës, nuk ka pranu me jep qikën për një Kosovarë. Që shumë me bicikë, se dhe ata janë befasu. Ana ka një Qështë kjo me ja jep? Po se ka njep, mëj? Ja kanë dënë. Unë e veç e kam një teloshe, me ditë që shpërët, i shola më rezët, i shola s'kthejet me bicikl. Jo, dhe i shola këthejet me aeropian. Leta hubi atë bicikl. Po, edhe ata që nuk ja ka njep qikën, ata indonezian të bëni ramet, paguni a djallit biletën, se ka hek shumë, let bile let këthejet me aeropian, se po na gjonë rrugës, na i sen që a djalla, po më dashëruat na indiane, a na i Tiraku, se tash rruga e gatë si ditë, i vjen i nati, ka u këthy, thot, dalja pëdin më së këthejnë a thotë, se më keshin ata në Kosovë, kështu që direkt e në aeropian e më së që kjo është e vërtet, a flutura? Ha? A menon që kjo është anë e vërtet? Eshtë që rëfimi? S'po du me para gjyku, nuk me ndaj. Nuk di qa me mendu. A, te befasum? Jo me befasum. Se du me Jo, që po du me pytun e pak gjekin. Nëse një djallë që udhëton 20.000 kilometra për dashni, a menën që është romantik, a menën që është pak persistent. Pak shumë cringe. Shumë cringe. Qërë nështë ta ka mujtë me ka një histori shumë e bukur dashurie, po tash si do mos që s'ja kanë dhenë. E ka bu për konsorën e vajzës. Tash është histori edhe dëmshme. Lutra mundet me kalzu komentin kanë. Dishka po mdo këtë si ajo me shëntanën që shëkanin. Me shëntanën. Shëntani me atë qikën. Po, malësoria me shëntanën. Po be dhe ata së në bëjshin radi. Ata kanë pas loj, po mdo këtë krejt. Jo se kanë pas. Arbresh, je gazetare dhe normali ke njek shumë që t'historin rjetë, pëse më rënë që njerës të janë lidhë qatë shumë me historin e Cekit? Po menoj që dhe hapësira mediale ka qenë bollshme për Cekin. Ka qenë interesant. Sepse ka qenë interesant, absolutisht. Dhe na përshamu në atë javë, ajo pjesa e panelit ka qenë shumë e këndshme, kemi sfidu me pyetje, auto ndu rrugës me qika tira, që ka po, a i kam pëlqy, flutura me ironit e soja, po të shke apërzohosh, që shke mu këthy. Po veç flutura i pas ka thonë me fillim, qka nësë s'kanë me spranu. Qka nësë s'pranon me, që shemë boj me nda flutura. Pro, na i kemi sfidu dhe i kemi parashiku këtë situatat e mundshme, edhe po, interesante si histori, unë menoj që Ceki ka përfitu këto publikë, është e ka pasë farë konsumi publik. Nëse se ka marë zemra asaj qikës që të i ka im të shurun të, po, pra, unë menoj që e ka gjithë një rukëtim shumë të mirë, që më bo pjesë. 23.000 kilometra me bicikl skenora. Po si djetë, përse në shta
avanturë më të më zvaj gore. Ndështë ka gjithë nga alternativë të mirë. Fërmijat janë në India, i ke po që ka dërë si makina. Krejtë ka qitë live e ka bo rukëtime. Edhe njerëzit e kanë këshyrë që to edhe 100 kilometra i ka ku peqet videon, pra mendoj që në anën tjetër ka përfituar diçka shumë të madhe në rrugtimin e tij. Të sakrificës. Si të që tjetë ka qenë eksperiencë e mirë për këtë cikin vetë, me bicikl ka po turist, ka po shumë vene, ka vizitu shumë vene interesante. Këtë shumë fatë, inshallah ka në fakt në dashni. A mundet për shambull edhe që këme ka një shambull i varësisë emocionale nga ëndrat për shambull dhe jotë realitetit. Platonike. Ti përbën krejt qatë mund edhe ti veç nuk e din. Pa ka full me është një pyetje që mund t'ja japësh Milahimit, jo mua. Se Milahimi ka bo kështu sakrificash në vakt të drejti. Ama Milahimi me matematikë të mirë, aj me makinë, jo me bicikl. A dhe në apet ma komode ka pas. Apet budalica do la unë. A dhe në këtë lesë. E do në e dhanë. është Prishtinë. A dini diku shikajt është tiki? A jeton, nëse jeton në Prishtinë nga mu gjaje dikon soma qiknina ka pjerma kalaj ka mahala edhe për parimi i ka bu këto shiritat e biciklistave ki kolaj nuk merë në rrugë dikon delën rrugë të biciklistave dhe Masi qash larë ka shumë ka provu stajgjeresht nuk e shqit parë të kësyrë se veç qatë e dikon do të me parë. Mun është me bicikla, mun është me ata topogonat që nga ka. Atë cekin du me pas me një panel tjetër që ka uftof gjatë rrugtime sa e thë kom komunikim advajzën, lidhje emocionale, ajo sakrifica, me shku. Nështë familja dhe apo menoni që nuk është e vërtetit që kjo punja e familja. Familja se ka dhe familja, gjitha koha i po vjen me njeri. Skype kanë full familje të. Po, edhe me pas dasht mës mja jap qikën, që po thujmë, na i edhe me ja pas dhonë, qyshe kish për u hajt me bicikla? Të për para. Pasha zotën e kish marrë një kalit bardë si princi. Ose e da, pytja është cila është ajo qika? A, nuk e kemi. A se kena po kështu kur atë qika? Aso është ajo qika është cila është ajo qika që i ka përflutur? Ti shumë romantike. A i kishe bo një qësi qmendurie për dashurin. Me bicikla. Po tash, një qësi qmendurie në suaza të tila. Hajt me kërë. Në shtatë se kisha bua, me ma bu fër qef kisha pas. Ishe lasdru pak. E këpëm vetë reciprociteti. Po ta shti pak edhe unë mu bu egoiste, pak për shpirë teme, nuk besoj që po pojnë aj parkrimit madhe. Dhe në këtë rast besoj që gjinis ma shkullore i takojnë të gjestet romantike. Luta, ma vede. Se mu quta shumë e mu bu romantike, ty qështë e dita nja isha martu me djallja me qikë. Jo, kështë ta i gjinaj, kështë ta në... Unë përveç do qira që kisha mujtë me kontribu në një dark, që aty kum kishta ku, romanticiteti jam, do qira në sofer, na i veshje romantike kështu ma... Jasi ti pëden, kështu me do buzë të kushme. Po, që ka dalë se bëse ku që i konvetë zotë. Së më paramendojnë, që qarë bresha mu romantike, se të vishkur shumë shpërthen me na i vetë. E këshyra orën edhe di dhe orë të vona. Edhe nëse këna me shkumpun herët. Unë s'kom pun me orar, nuk e kom. Unë falë të fleksibil. Ani qërë tash, ka njerës që ka që romantik, edhe ka njerës që mendojnë që single është cool. Nuk e di sa e keni pa edhe në rjetët sociale dhe Vogue e ka bo një shkrem që having a boyfriend is embarrassing. Ose me pas të dashur, boyfriend frajer në këtë rast, është me të ardhë marrë. Në më thonë është marrë me pas tash në ditët e sot me frajer. Trendiri, a? Trendiri, po. Vogue ka qitë qëtë artikull. Jo me trendin, Gjeki, mos është ta artikulli po më do këtë mësu, bazun Gjeki. Gjeki që ke që një influencirja. Gjeki bokët. Shumë njerëz, shumë influencera, shumë vajzat famshme po flasin shumë hapur se nuk dojnë me u identifiku për mes partnerit të tyne. Do me thonë, unë s'po du me thonë, unë e jam femna e që ti personi. Unë e jam e të drejtë. Në vend të relationship goals, tash i kemi self goals. Edhe që këtë trend lidhet edhe me ndjenën e liris, por edhe me zhgënimin ndaj marrëdhënieve që i kam pas njerëz të kohën e fundit. Boyfriends are out of style. Na ju kthehemi veç kur ata bohen ma të mirë. Se momentalisht...
Po më në rënjimet nuk janë risi e kësaj epoke. Në të mirë të tyre, kështu që na jemi largu nga ta. O lirë, falta se une i përkas një generatë të tjere. Une nuk pesha shumë trend që ta sa pesha që i ka pruzorin që i pik. Jo, mendoj që janë këthi. Ama do me thonë na po jetojna... O de, pizorit njëri këthi. Do me thonë na po jetojna me një kohë që me pas një lidhje është pak një farë cringe, pak një farë mare se ma ndje dhe gjithë po tutësh që po ta... Edhe pak po të embarrass ty partnerit, po ta marrë ftyrën. Jo, më falë, nëse ti mendojnë që partneri ju ta ka marrë ftyrën, atëra ai nuk është njeriu i duhur për ty. Po, që në start. Po du me të regus për çka u kanë artikulli në përgjithësi. Po jo, atëre do me thënë kjo i bie që ti ke zgjedhur njeriu në gabuar, që në fillim edhe ti e embarrass që në fillim edhe marrë. Jo, gjithkosh i jep shaj atë red flags. Një person që ka vedije të lartë, nuk besoj që duhet mu ndiku deri në qatë pikë që në qofë se partneri e bën një gjest mu identifiku edhe ti. Se na di me nda gjanat, në qofë se partneri e bën një gjest, a e përfatson vetën e vetë. Nuk ka nevoj me përfatsu mu. Abden, me pas shumë vite martesa dhe nuk do të me të ardhë munije të rëprume për ati gjestit e lemom një partneri që mundet me koni pa parashiku shumë ti për 2 mujdet, veç edhe ti e në proces njohës tina dhe ati veç i del një ftyr, i hiqet një mask edhe e bën një skandal dikon edhe ta shune mu një keq, pësa ati i ka dal ftyra vërtet është e pa kuptim. Po une menoj që që kjo puna që janë të ma shumë se të vjen keq ty që konë është ta në proces njohës e ke kriju një ndjesin da i tina edhe të ka dal një qësi personaliteti interesant. Normal që afektosh, po me të përfatsu edhe me marë mu marë që ka bëm pale atjetër. Unë e veç do me thonë ashtë Karla Brunet hitë si ardhë marë burin burgashti në shkaj për cili. Pse me ardhë marë? Pse me ardhë marë? Sa jo burë kanë fërme? Ka me rajnë ashtë do me thonë është po ma e shnetshme për një lidhe me majtë lidhen e fshet? Po. Fshet? Ku fërë kuptimi? Fshet publikisht për media. Që jene jo... Ama unë një që se një shta nuk i ka shumë publike, po e moj me rejtë ma të vogla private, në që ma mirë i kam përë. Me bom janë njësë mi bo publike i bin tani shumë. Po thu për personat publike? Jo, njerëzit e rujnë privatësisht. Njerëz normal, kështu thjesht. Edhe për njerëz të thjesht, po edhe për njerëz... E se më ke kësy para 30 vjetësh, i me isha të fshehta krashat para nonës temë. Në më thënë se vi ke marrë, me ditë nona e më ka në kisha krash. Edhe krashi në atë kohë ishte krashi në atë kohë ishte veç me këshyru gëzëshim, që ka ishte, jo ma shumë. Po njësë, menoj që i kanë arsye të veta. Syrin e keq, po më do këtë qyshko, po je shumë mirë, po besojnë syrin e keq, se po të këqyre njerës të keq, dhe tani... Ma i hudër me vete dhe gabem. Une menoj që është mirë lidhjen në fillim me pas pak ma private, diri sa se nuk është edhe shumë interesant me ditë pjesa përbalë sa është interesant ti me njoftë qatë person edhe qaj person me të njoftë ty, shumë në qëtësi, shumë a mire një tjetërin, se sa mund diku, si do mos tash kjo ndron prej venit në ven. Se për shambull në Kosovë kem pak marak me folje, kem pak marak mi lakmu dikujna, se shë e mirë, thët adin, po dika jo diqka të shpëj, edhe one po, apo kuptojnë, mandena jem një ven, Balkanin përgjësi, jem ven i thashe thëmeve, edhe për mirëqenjen mendore është mirë pak me majtë se e tasha u dove, veç ajo pytja, të sakaton komplet, edhe ja u besoj shumë, si do mos gjinis femrore të na, se për një me sytja u këqyrin, e qka ndodhi, e pse, apo kuptojnë, për une shumë persona që i një që e kanë majtë lidhjen e vetë, super private e kanë pas shumë a sukses, e i kanë befasu në fund me një vendim që e kanë marë, edhe jënë konë matë suksesëm se ata që jënë konë në sytët të tjerve, se pajtona me këshu kanë rëmë sytë. Po e haron entuziasmin e fillimit të mduke, që ti dënë me ja deklaru krejt botës, që këj personi është i yti. Ajo edhe pak është individuali, në varet për persona, për shambull unë e hitë, se kom pas atë problem personalisht për veti mi ja deklaru kërkojt, me rëndësi e kom pas mi ja deklaru vetën teme. Allah, asë se kom deklaru, asë se kom asë unë se kom deklaru, asë se kom ditë. Ka bo për shtypi marë. Kjo ma shumë për konsum publik, për jetës sociale. Varet për partnerit me shpirt, se asë unë se kom deklaru, asë se kom ditë, veç të hanën e gjitha vetën të martu me të premten e takova për herë të parë. Ka bo befasik, surprise-ik. Surprise. Jo, nuk ma ka bo surprise, hiq, ma ka qitë nami, nuk kryes, kishte më njeri. Që kjo pjesa që
me majt pak ma private është shumë ma mirë, si domos në për qëto venet e Balkanit, po që tash u bom përgjësi shumë, kësi nuk po dihet, mirë është, se tash nuk po dihet, apo të ka veç ty qaj partner, ose qaj partnere. Ma mirë është pak me majtë si më sheft, deri sa të verifikan që je e vetëmja, se ka neve po dalit. A ma flutë, jo, qërë une nga isha njonën që thëjke, une kam frajer, po nuk me postoj, se po tut nga që e ka dhe dikush frajerin si temin, e le që për marën vesh të dyat, po tut nga po mlenë mu për shkën të ajo krej. Pas haltëron shumë ajo. Tjetër stadi i problemit. Mirë dhe, po, nështë të ka të tila po shtë. Ka, një farë ka, ndashta ka, Ronë me ndu që shto dhe me hinë që ashtu lidhje, me shpresua ajo kjo. Unë e pju thëmë shumë sinqeresht, jam të avanturira. është që ke gjenerata, është e pas shumë probleme vendos me konë me konë, shumë problem, po zgjasin as lidhet, të vendosin me mënë më kokë, duje një vetën më se i kam po lidhjet si qëto rilsat e shkurt YouTube, sinqeresht është me i vrej shumicën e personave që nuk jam për momentin në lidhje dhe që jam në kontakt me ta shoqërore se qoftë lidh profesional, e kanë një farë interesimin ja 48 orë që kryt për telefonit së në qojnë. A din thëmë, shëqërë, ndodhi, u bonë, mas 48 orëve, veç nuk e din që ka u bo me fatin e personit, zhdukët kjo për një me mandej për ndikon në psikologji, ka persona që mandej e gjykojnë vetën, lypin përgjigje për vetit, pse i ndodh një herë, i ndodh dy herë, rëdzohet që e femën emocionalisht ma për toke, nuk është ma në gjendje, traumatizohet me njëse dhe një lidhje tjetër. Kështu që për që gjeneratën e rejtë, sinqerisht e kësha pas një mesazh, më lidhni me atë në kry se nuk është qefi, muni me bo qef edhe me një partner që e keni ofër pa ju gost, muni me kone edhe shumë ma njerëzorë në qëfë se i dilni për balë dhe i thuni që ka që pata, nuk po më do këtë që je tipi jem, nuk po muj me vazhdu të njoha, po jo me bo gjeste, e me bo arsuetime, e mu këthy kur nuk e gjanë ma mirë, dikon tjetër e mja lëndu dikun e emocionet, se është një më rëndësishme është me njohë, më rëndësishme është du të me njohë vetën, kur e një vetën, problemet fillojnë duke mos e njohë vetën, duke mos e pranë vetën. Faleminderit shumë për kohën tuaj edhe për opinionet tuaj. Po folim për Big Brother. Që veç unë e po du diçka në fund për Big Brother me shtu, Big Brother VIP Kosova 4 po përgadit rikthimin më të madh televiziv. Klan Kosova ka hapur konkursin zyrtar për stafin e Big Brother VIP Kosova 4 që pritet me nis shumë shpejt. Jonë hapur pozita për organizator, copywriter, shofer botzit, social media, thumbnails and shorts dhe roje sigurime. Dhe kasi e fantastik. Kasi? Qëtu thani, interesant. Bërja ka me qenë shumë interesant. Aplikime duheni me dërgu për mes e-mailit në bigbrother@klankosova.tv deri më 4 nëntor të vitit 2025 nga ora 16. Kështu që nëse dani me kom pjesë e produksionit më të madh televiziv në vend, kjo është koha juaj. Unë po du veç me falenderu po edhe Casa Italia, edhe Tropical Decorin, faleminderit shumë, edhe javën tjetër janë zgjedhjet, nuk shihemi, kështu që shihemi pas 2 javësh, natën e mirë. Ciao.